që nuk na len as edhe njerë vet. Na sot jemi në Fushë Kosovë, të lagja Dardania, ku shihet, po ju lu me pamje rruga nëse mund është lërend, ku shihet që rruga, edhe pse vlen me u cek që kjo rrugë, para një viti, ka nis me u rregullu. Edhe është lënë në gjys, do të thot atëre ka qenë partia LDK, e cila e ka nis këtë projekt para një viti, dhe ka mbet e pa rregulluar. Tash është partia vetë vendosje, do të thot kryetari Valon Prebreza, i cili ka nis, ndoshta me iron fije kësaj rruge, që apo thusho jartë, por që banorët çdo ditë, do të thot rafsh një vit edhe ca muaj, e kanë problem të lëvizin, të qarkullojnë, sidomos duhet të cekët që edhe këtu afër është edhe shkolla Mjal Grameno, ku fëmijët shumë që shkojnë në shkollë dhe kanë vështirësi të madhe të qarkullimit edhe me vetura, por edhe duke hecur. E po ata problem për qytetarë se mëngjes herët, po do e provoj ta pys dikë, a i nderu ma muj me ta pu një pyetje saj përket rrugës. Është edhe pak problem se po më çudit edhe diçka që po du me e cikë edhe se një problem edhe që po më bën shumë për shtypje. Kur njerëzit, qytetarët e thjesht, po kanë edhe ankesa, nuk po guxojnë me folë, për shkak të partive. Do të thot, a duhet me u friksu qytetari me i folë për problemet e veta, veç pse simpatizon një parti tjetër. Edhe kjo pak problem, sepse po friksu